lloj mënyrë. Mbase jo njësoj si ne, mbase jo si njësoj si futbollistët me origjinë nga Kosova, por e njeh realitetin. Po tani, kjo është diferenca... Elsaid Hysajt dhe mua personisht më pëlqeu shumë. Jo vetëm me Elsi, po gjithë çunat do të thonë janë... Po me që Hysajt vjen nga ndeshja e Beogradit e 2014-ës. Ka disa nga ato që kanë qenë në Beograd. E di që kjo është një ndeshje futbollit, ne duhet ta luajmë, ta performojmë si ndeshje futbollit dhe ta fitojmë si të tillë. Nëse ne arrijmë që ta bëjmë këtë, kemi realizuar shumë gjëra të tjera që njerëzit mund... Shiko, për te emocioneve, po quaj edhe historike, kjo është një ndeshje decisive për Shqipërinë dhe për vendin e dytë në grup. Ne kemi rivalet kryesor serbët në grup. Kjo është kryesorja. Ne nuk mund ta ngarkojmë situatën dhe nuk duhet ta ngarkojmë, ngarkojmë, se ngarkojmë tashmë kjo është e ngarkuar, ama peshon ndeshja e 2014-ës në emocionet ne duhet që i gjithë interesi i shqiptarëve brenda apo jashtë stadiumit tjetë për ta ndihmuar skuadrën, që skuadrën ta shtyjë drejt fitores. Si ndodhet skuadra nga gjendja e para, po i quaj, sportive dhe nga gjendja emocionale? Nga ana e përgatitjes, janë në gjendjen e tyre më të mirë? Kemi dëmtime të rëndësishme? Kemi patur një nga futbollistët, do me thonë, në gjendje jo të mirë 2 ditët e fundit, por besoj se deri ditën e shtunë do të jenë të gjithë në dispozicion trajnerit për të aktivizuar. Pra do jetë trajneri që do vendosi, nuk do jeti detyruar nga mungesa. Dhe urojmë që të vazhdoj kështu deri shtunën, nuk kemi dëmtime të futbollistëve. Ka presion të futbollistët me imazhet e 2014-ës? Unë mendoj që më shumë kanë presion nga mediat e tanishme, nga rrjetet sociale tanishme, sepse gjithë çunat jetojnë, do me thënë, jetojnë sot, do me thënë, çdo lajm, çdo gjë del brenda sekondit, çdo thirrje ka në rrjetet sociale thirrje nga më të ndryshme se çfarë duhet bëjnë futbollistët në fushë. Nuk ka pak nga ata që bëjnë thirrje duhet bëni detyrën tuaj, duhet fitoni, duhet luani futboll dhe në fundit edhe nëse e kthejmë në le të themi ato nxitjet apo thirrjet patriotike, detyra jote patriotike sot është që ti të performosh në futboll. Pra ne kemi ekipin në formë thua, ka presion psikologjik sepse është një ndeshje shumë e vështirë dhe nga ana sportive edhe emocionet e tjera, po vetë po flas gjithë drejtuesit e ekipit, pra trajneri, ndihmës trajner tjerët, janë të qetë? Është shumë e rëndësishme qetësia në një ndeshje. Nuk është shumë e thjeshtë që në një ndeshje të tillë ti je vërtet shumë i qetë. Shpresoj që deri në momentin që të bi bilbili, do të thonë qetësia të kthehet dhe të marrim maksimumin e mundësive, aftësive që ka skuadra jonë dhe padyshim të kemi edhe le të themi ndihmën e Zotit për të arritur, sepse ndonjëherë në futboll po nuk edhe fat. Por uroj që ne do të gjejmë balancat e duhura për Elbasan Arena kemi gabuar nga entuziazmi i sekondave të fundit. Kemi mësuar 2 gola në pas minutës 90. Duke tentuar nuk ishte shumë, le të themi, ja ishte fakt eufori që do të thënë kërkoshim që ta fitoshim atë ndeshje kur ne mbase dhe ishim okej edhe me 1 pikë. Me 1 pikë ne ishim të kualifikuar. E kërkonim atë pikë, nuk e morëm atë ndeshje, se morëm as me Portugalinë dhe shkojmë morëm 3 pikët në Armeni, edhe me Portugalinë çu në jetën gjë minutën 94. Tani për të kthyer tek ndeshja e tanishme kundër Serbisë, për ne kjo është një ndeshje e rëndësishme sportive, është një ndeshje e rëndësishme për objektivin sportiv dhe futbollistët kështu dhe gjithë ata që e mbështesin dhe e duan kombëtarin, kështu duhet ta mbështesin, që ne kemi, do të thonë, objektiv, kemi shpresë që të shkojmë në play-off, sepse vendi i parë në këtë grup pothuajse me sa duket do ta marrë Anglia. Është shumë i vështirë për të mos dhënë pamundur. Ekipi më i shtrenjtë i shanset për të arritur në vendin e dytë janë mes nesh dhe Serbisë dhe kjo e kthen akoma më shumë të ndeshjen në një derbi sportiv. Por ne të marrim play-offin, të dalim të dytët, ne nuk duhet gabojmë pothuajse në asnjë ndeshje. As në tani kemi, siç thuhet futboll ndeshja rast, ne kemi Serbinë dhe këtë duhet ta bëjmë mirë. Është një ndeshje realisht e vështirë si ndeshje futbolli. Përveç ngarkesave të tjera që thuhet, Serbia ka futbollistë shumë të mirë, por kam përshtypjen nuk është një ekip shumë i konsoliduar. Serbia ka kualitete, ka traditë sportive, ka shkollë të mirë futbolli, ka individ të mirë. Tani, kjo është ajo që na bën mendojmë që ne i kemi mundësit për të arritur rezultat, sepse mendojmë që kemi një skuadër më kompakte. Si ka reaguar presidenti i Federatës Serbe? Një skuadër më që
është më e lidhur se sa me fanelën. Dhe interesimi, në fakt, në shkallët e stadiumeve Shqipëri është më shumë për ekimin kombëtar. Është shumë më i madh se sa në Serbi. Po ju mjafton të shihni dokumentarin se si me mija e mija shqiptarë mbushin Gjermaninë për 2 javë. Më shumë se çdo skuadër tjetër. Më shumë se çdo skuadër tjetër dhe më korrekt se çdo skuadër tjetër ndoshta. Kështu që këto na bëjnë që të mendojmë që ne mund të shkojmë rezultat pozitiv. Edhe një herë, ne do ta bëjmë rezultatin pozitiv vetëm duke gjetur balancat emocionale, duke dhënë gjithçka në fushë. Cili do ishte mesazhi që do jepje nëse si ju ka dhënë akoma, dhe jam i sigurt se si ju ka dhënë akoma futbollistët? Çfarë do i thonë? Jo, ua kam dhënë. Edhe nuk dua t'i bezdis më deri në ditën e ndeshjes. Çfarë i ke thënë? Kjo ndeshje sipas meje nuk ka, dhe besoj se e kam eksperiencën e dur, nuk ka nevojë më për motivim, por sepse futbollistët janë të stër motivuar, po. Të shumë të motivuar. Kështu që duhet që të gjejnë balancat dhe të kenë impenjimin maksimal dhe le themi motivimin optimal për të marrë maksimumin dhe për të... Po trajnerit çfarë i ke thënë? E njëjta gjë. I kam thënë që ne duhet ta përgatisim dhe ta jetojmë si një ndeshje futbolli, kundër një kundërshtari me kualitet, kundër një kundërshtari që ne duam ti marrim fitoren dhe të marrim vendin e dytë. Dhe është më e vështirë ndeshja këtu duke apo ndeshja në Beograd? Mua më duket më e vështirë këtu. Presioni është akoma më i madh këtu, sepse jashtë fushës, do me thënë, është çik më ndryshe. Dhe faktikisht eksperienca ka treguar që ne jashtë fushës kemi bërë ndeshjen e Serbisë e kemi në Beograd. Nuk është saktuar akoma, po ka shumë mundësi që nuk do të luajmë në Beograd, do të luajmë në një stadium tjetër, në një përmasa akoma më të vogla. Jo në Beograd, do të thënë jashtë Beogradit. Ka mundësi. Si ka reaguar presidenti i Federatës Serbe të futbollit? Po, ke folur me te? Po, jemi takuar edhe së fundmi para një jave në finalen e Champions League-s. Presidenti i Federatës Serbe është Dragan Xhajić, ishte futbollisti i madh. Dhe personalisht ka respekt për futbollin shqiptar, jo vetëm për futbollin e sotëm, por për gjithë historinë e futbollit shqiptar. Madje në takimin e fundit kemi rikujtuar dhe barazimin e Shqipërisë me Gjermaninë, i cili favorizoi Jugosllavinë për të kualifikuar në 1967. Se më bante mend edhe ka qenë futbollist. Ka qenë në ndeshje? Ka qenë. Kështu që e njeh çdo gjë, domethënë sepse edhe mosha e tij e bën që njohë çdo gjë të historisë së Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Por për mua një njerëz me Ama Serbia ka pasur dhe ajo presionin e saj. Dëgjova presidentin Vučić, i cili ju kërkoi atyre të vinë në Shqipëri dhe të fitojnë ndeshje shqiptarëve. Gjë që se ka bërë për shembull për Estoninë, për Anglinë. Po është sensitive. Është sensitive si ndeshje. Dhe duke qenë sensitive, nganjëherë kjo është, domethënë, është le themi për e mirë dhe e keqe, lajmi i mirë apo i keq, sepse futbolli është kaq shumë i rëndësishëm, sa që politika do të përdori. Dhe në këtë rast, Vučić ishte në një miting, nuk e di elektorale, nuk e di ç'ishte, dhe donte të shfrytëzonte edhe figurën e Piksit, trajnerit të Serbisë, edhe sensibilitetin që ka ndeshja për të marrë kryeministri.